koncesioneri privat i cili ishte mbikëqyrës mbi zëherore nga viti 1927 deri në vitin 1940 ishte me priardhje nga Austria. Ai bëri disa ndryshime të mëdha infrastrukturore të zëherores, duke ndërtuar edhe koloninë e epër, në të cilin ishin vendosur persona të cilët ishin mbikëqyrës mbi zëheroren, por edhe persona të cilët punonin në zëherore. Pjesa e liçenit që duket deri në rrugën kryesore ka qenë pika kryesore që quhej Nada. Dhe deri në vitin 1940 pra këtu ishin nxjerr pjesa më e madhe e kromit. Dhe duke u gërmu, u arrit një grop shumë e thellë që në bazë të informacioneve ka qenë deri 35 apo 40 metra dhe filloi të del ujë nga gropa. Me daljen e ujit, pompat nuk ishin në gjendje që t'i përballojnë nxjerrjes së ujit dhe në vitin 1940 punimet në këtë vend janë ndërprerë. Nga ky ujë i akumuluar, u formua edhe liçeni i Radushës, i cili gjatë verës, por edhe gjatë kësaj periudhe ka një pamje jashtëzakonisht të bukur.